që të vinte ministrja. Nuk e thash këtë. Po këtë më thash. Jo, nuk thash vetëm kaq. Po. Thjesht citova rregullore. Në rastin tuaj duhet mbështetur kërkesa për heqjen nga rendi i ditës me 10 firma deputetësh, ose 10 deputet duhet ngrihen në këmbë për të mbështetur kërkesën tuaj. Ngrihen në këmbë, hajde. 10 veta ngrihen në këmbë, hajde. Faleminderit, shumë faleminderit. Ja u ngritëm 10. Numëroni deputetët. U bëm 10 tani, duket me... Okej, u bëm 10, në rregull, mos u mërzit. Atëherë faleminderit. Atëherë kërkesa për heqjen nga rendi i ditës hidhet në votim, urdhro. Patjetër që do ta votoj, ka të drejtë zoti Sheaj, 10 minuta pro, 10 minuta kundër, 2 diskutime. Kush është pro heqjes nga rendi i ditës? Zoti Sheaj, fjala për ju. Ka gjithmonë një herë të parë, zoti Balla. Ose nëse mbështeten nga 10 deputet. Tani, zoti kryetar, zoti kryetar, mund të ndryni? Ku delegohet interpelanca? Zoti Sheaj, vijoni fjalën. Tani, siç e thash, kërkoj interpelancë, tani mbaroj taulanti. Zoti kryetar, fjalë ka zoti Sheaj, vijoni fjalën. Kërkova interpelancë me kryeministrin dhe jo me ministrin e brendshme. Nuk është parashikuar as gjikundi në rregullore, më gjeni ku është, gjejnenin, më thuajnë e cilin janë shkruar në rregullore që kryeministri mund të shmangi interpelancën. Tani, unë e kuptoj shqetësimin e taulantit, e kuptoj shumë. Tani, me qetësi. Tani, kërkova... Tani, unë e kuptoj shqetësimin, realisht e kuptoj shqetësimin. Sepse në fakt fati këtij vendi dhe kryeministri nuk është më i përqendruar në çfarë ndodh në kuvend, sepse fati këtij vendi nuk po vendoset këtu në këtë kuvend, po vendoset diku tjetër. Dhe kryeministri i Shqipërisë ka halle më të mëdha për të zgjidhur tani, se të dalë në një interpelancë për një çështje që ka të bëjë me jetën e përditshme të qytetarëve shqiptar. Kryeministri ka hallin e Belinda Ballukut. Është hall i madh. Është hall i jashtëzakonshëm. Imagjinoni sot Edi Rama ishte në një event me paturpsinë më të madhe, çmenduri. Ka dalë në 30 dhjetorin e prokurimeve publike, e agjencisë të prokurimeve publike, dhe po mburej për arritjet e Shqipërisë, e kësaj qeverie në luftën kundër korrupsionit. Çmenduri. Tani problemi është që Edi Rama dhe kjo maggiorancë kanë humbur moralin, kanë humbur fabulën, nuk kanë më një fabull, janë bërë të pabesueshëm. Imagjinoni, ora kanë dalë përgjimet. I keni dëgjuar apo s'e keni dëgjuar përgjimet? Kanë dalë përgjimet ku Belinda Balluku, varësja e Edi Ramës, si fillim anullon një tender, se kështu kam një ndjesi, thot. Pastaj del
që mbyll një kontratë me një kompani turke është përgjimi ku mbyllin kontratën para se të rjapet tenderi. Dhe pastaj përgjimi i fundit ku Belinda Balluku shpall fituesin, pikërisht atë kompani me të cilën thuhet në përgjime që kanë pranuar kushtet e kontratës. Belinda Balluku ka diskutuar kushtet e kontratës me një kompani e cila nuk ishte akoma nuk ishte futur në tender. Totalisht jashtë kërkesës. Jeni totalisht jashtë. Jeni totalisht tani unë kuptoj që kjo është falje, por të lutem respekto rregulloren dhe respekto kolegët që po presin këtu të trajtojnë rendin e ditës. Ju lutem flisni lidhur me interpelancën. Jepni argumentat tuaj pse duhet të hiqet nga rendi i ditës. Po flas, zoti kryetar, për këtë po flas, e kuptoj që u shqetëson. E kuptoj që ky është thelbi dhe për sa kohë ne këtu vazhdojmë. Dhe flasim për gjithçka. Vetëm shiko, unë në radhë të parë duhet të respektoj qytetarët shqiptar. E para, votuesit shqiptar, këta duhet të respektoj. Dhe mënyra se si unë i respektoj, zoti kryetar, është duke folur për vjedhjet tuaja, për mënyrën se si ju merrni parat, nga onkologjiku, nga arsimi, nga spitalet, nga fermerët, dhe i fusni në xhepat tuaj. Ky është respekti, kështu e tregoj unë respektin për qytetarët shqiptar dhe për votuesit shqiptar. Dhe jo duke u marrë me brot shkulla, duke u ardhur pas avazit juve, jo e odhe firmën, jo se odhe firmën. Duhet të flasim për thelbin, 50 milion euro me një SMS, janë vjedhur 50 milion euro me një SMS, zoti kryetar. 120 milion euro të bankersit, zoti kryetar. Nëse do ishin marrë, nëse do ishin vjel, do ishin dyfishuar pensionet. Rritja e pensioneve do ishte dyfishuar. Nuk do ishin 100 më shumë, por 200 milion euro. 120 milion euro. Për këtë duhet të flasim, zoti kryetar. Duhet të flasim për faktin se si kjo qeveri... Do flasësh për rendin e ditës, nuk e vendos ti për çfarë flet. Do flasësh, do respektosh rendin e ditës dhe rregulloren. Ti mund të kesh në mendje shumë teza, shumë mund të jesh dhe prokuror dhe gjyqtar dhe të shpallësh dënime, mund të jesh dhe ekzekutor, nuk e di, po jo në këtë sallë. Po dhe ju mund të jeni, dhe ju avokatin e Belinda Ballukut, juve mund ta ktheni rolin tuaj rregullores, për ndryshe nuk mund të flasësh kryetar, ju mund ta ktheni rolin tuaj si drejtues të kuvendit në avokatin e Belinda Ballukut dhe të Edi Ramës. Por kjo nuk ju nderon. Ju nuk jeni këtu për të gjykuar se çfarë them unë. Ju jeni këtu që të respektohet rregulloria. Dhe jo të gjykoni se çfarë. Shumë faleminderit, mos e ngri zërin. Me mua mos e ngri zërin edhe kujdes fjalët që përdor, sepse askush nuk ta ka borx të tregosh me gisht. Nuk ke asnjë lloj të drejte, as morale, as ligjore të tregosh me gisht. Dakord? Dhe po, patjetër që unë jam përgjegjës edhe për çfarë flet kur flet jashtë rregullores. Kaq. Vjojmë, ka mendim kundër? Apo të vjojmë? S'ka mendim kundër, vjojmë me hedhje në vot. Hedhje në vot, kush është pro kërkesë. Në rregull, sa kohë që është në rol, o zoti kryetar, unë nuk kam dëgjuar në fjalën tuaj që ju t'i keni refuzuar të drejtën zotërisë për të bërë interpelancë. Ky teatri që sapo dëgjuam është i pabazuar rregullore. Ju nuk refuzuat të drejtën për të bërë interpelancë. Ju zbatuat kushtetutën dhe traditën parlamentare. Kushtetuta dhe tradita parlamentare, zoti kryetar, të thot që kryeministri ka të drejtë ta delegoj. Kam 21 vjetu. Kam kërkuar 40 interpelanca me ata aty. Nga të cilat vetëm 2 janë bërë me atë. 38 janë bërë me ministrat që ka deleguar zotëria. Edhe ministri marrë dhe parlamentin, edhe zëvendëskryeministri e tjemra. Tani zotëri,
Kushtetuta e Republikës i jep të drejtën kryeministrit të delegoj. Dhe në rastin fjalë, se s'po të përgjigjem ty faron. Pushoti herë, pushoti se s'ty s'të kam refene fare, po flas me kryetarin e kuvendit. Ty shko merro me Lulin ti, fërkoje se po tha po voli Luli iketi. Mbaje mirë me Lulin, gjo mua se di shumë Luli si sillje çanta ti. Pes. Me mua do merresh ti? Po. O zotri, tani sepse ajo teatri sot i pa ndodhur prap në 30 vjet, që qohet ky dhe çon me buton ja 10 nga këta. Çoni ju tak 10 të çon këta.